Welcome. Tanya, thank you for being here. Hello, nice to meet you. Hi Nazar, thank you for being here. Faleminderit që ardh. Se ti din shqip apo? Pak po, okay. Hajde. Let's have a seat. Thank you for being here once again, Tanya. Thank you for invitation. Nazar, apo din me fol shqip? Pak. Pak po. Që sa kohë ke nis me shku në shkollë? Prej 2023-shit. Prej 2023, asaj po mirë, tu pas kam bo 2 vjetë. Në rregull jam, ja? Okej, më ndihmon ti me mami nëse du me përkthy diçka? Okay, tenton. Tanya, I was talking to Nazar because they told me that he speaks good Albanian since he's going to school. But how was the first days here since you came? Let's start with that. We are here around 2 years and moved from Ukraine because of war, because Russia began full-scale invasion, and for 1 year we stayed in Ukraine. Me and my son, we were volunteers. We helped army, soldiers, and then my friend told that there is a very good country, Kosovo, and there is a very interesting program, Residence for Ukrainian Journalists, that was initiated by Association Journalists of Kosovo, Vizio Group and Center of Media Freedom, and Government of Kosovo supported this program, so they invited us to join this program. Dhe na kam ftuar që të jemi pjesë e këtij programi. Unë isha shumë e frikësuar që të dalja shtetit. Filojmë familjet, shoqëritë dhe edukimin. Mirë po ishte nevojshme që të zhvendosemi në Kosovë. Dhe tani mendoj që shkaku i situatës tonë ishte vendosja Have you më e heard mirë. before for Kosovo? Do you know, it's very difficult situation Është një because situatë shumë e vështirë what I could sepse find in internet, not very good things about Kosovo. And now sepse I understand në internet why unë we nuk are kishte here. informata So shumë të because mira we për are Kosovën. journalists. Ne jemi And me gazetarë, and për all atë our jemi këtu. colleagues, we are Unë dhe writing. kolegët e mi jemi duke How do we live shkruar. here? What do we see? How do Si we feel jetojmë support këtu? of Kosovo? Çka And shohim we are këtu? sharing Si mund in ta media. mbështesim We are Kosovën? working in Jemi duke shpërndar në different, rrjetet sociale dhe duke different punuar medias. I mean, nëpër in social media të medias we ndryshme, also në can rrjetet share. sociale. And people from different countries Dhe can see njerëzit nga truth, real shtetet truth about e this country. jashtme. And on the other hand, we can tell about Ukraine. What is the real situation Ne happening në të in njëjtën Ukraine? kohë mund Because through the të Russian hapemi se propaganda, çfarë është people duke can read ndodhur and në find Ukrainë that të vërtetë. sometimes Sepse even ka shumë propagandë disinformation that ruse dhe ka Ukraine started this war, dezinformacion but të it's not true. So shpeshta. because we are journalists, we can Po për atë arsye show sepse ne jemi the gazetarë truth. dhe mund ta I shfaqim të totally vërtetën. understand. Was that hard for Nazar to to get familiar with Kosovo, new friends, new school, everything, so he can start a new life, to say, po përkthej dhe për shikuesit. I'm just translating about the audience. Po pyes për Nazarin, sa ka qenë e vështirë për të që ai të ndryshojë gjithë jetën e tij edhe të nisë diçka nga e para me krijimin e shoqërisë, familjes. Nazar, mund të flasësh edhe shqip atë sa di ti? Nuk o kanë shumë vështirë, po... Në klasë, a ke bo shumë shoqe? S'kena shumë fëmijë në klasë dhe kam bo krejt klasa. Krejt klasën. A kina i landë që po të pëlqen ma shumë? Fizika. Fizika. Ti e ma i mirë në fizika? Ja. Okej, bukur. Me gjuhën, apo të pëlqen gjuha shqipe, apo do këtë e fështirë, apo t'inglën fështirë? Vështirë është. Vështirë është, okej. Nazar is saying that Albania is hard for him to Për learn. mua, gjuha shqipe shumë vështirë. Ke mësu diçka? Have you learned anything? Yes, we started to learn Albanian, so I can kemi say filluar të mësojmë gjuhën shqipe. Okay, that's enough. I think Nazar can help you out for more. Nazar, apo i ndihmon mamit me mësu shqipen? Ta mësoj njerë vetë tu edhe unë më mirë. That it's very beautiful language, really. I would like to learn it more. And Kam dëshirë ta mësoj dhe më shumë. If I speak even some easy words in Albanian,
For example, I saw a smile on your face, Tani mund të and përdori for dhe me it's frasa very të pleasant thjeshta. because Është një people are eksperiencë shumë e given bukur. more attention for us, yes, and if I can say faleminderit in Nëse your mund të native them language and faleminderit në have gjuhën smile tuaj come back to me, amtare, I'm very happy. I'm shpërblusqeshje. glad to hear that. Tanya, have you left anyone behind in Ukraine, like family members or friends? And how are they if they are still there? Po pyes Tanya, na ka lënë dikë nga anëtarët e familjes në Ukrainë apo nga miqt, si janë ata, ku janë? My father and mother, they are still in Prindërit e Ukraine, mi janë ende në Ukrainë dhe po ashtu vllalli. Ai ka 3 vajza dhe jetojnë në pjesën qendrore të Ukrainës, jo në kufit të Rusit. Por në basi ka shumë sulme të droneve, nuk është një vend i sigurt. Gjithmonë qëndrojmë në kontakt dhe shpresoj që çdo send të jetë në rregull. Shpesh i pyesi se si u kalojnë ditët, natët, dhe shpresoj që kjo luftë të mbaroj sa më shpejt që është e mundur. Dhe të kthehemi te familjet tona. Po për miqt? Yes, I have a lot of friends Kam in shumë Ukraine. miq në Ukrainë, ata janë ende aty dhe shumë prej atyre janë ushtarë. As well, boys and girls, so Po I ashtu have vajza many dhe tjerë. friends who are girls and now they are defending their Gjithashtu native land. edhe shoqet e mia janë duke e mbrojtur. And what it's like to live vendin e with this consistent fear, like how are your family and couldn't sleep at night maybe just because of thinking how are they, if they're going to be good in the next morning. Po pyes Tanjen si është jetosh në me këtë frikë konstante, me një fjalë dhe duke menduar gjithmonë për prindrit dhe familjen se a do ta bëjnë mëngjesin. Do you know, I think that Unë mendoj every që person can choose how to live çdo in fear person mund të or vendosë doing si të something. jetojë, For example, ose në frikë ose të bëj diçka. We stayed in Ukraine, we couldn't just wait for Po something. derisa që ndruam në Ukrainë nuk mund të presim vetëm pasi. Kam bërë punë gazetarie dhe kam flasur për situatën tonë dhe punë punëtare. Kemi krijuar organizata jo qeveritare për mbështetjen e qytetarëve. Kemi mësuar se si ta mbrojnë vendin e tyre dhe kur është vendosa në Kosovë kam kuptuar që nuk mund të qëndroj ulur dhe të jem e frikësuar, duhet të bën diçka. To tell about Ukraine in Ideja Kosovo and about është që të Kosovo in flasim për Ukraine. Ukrainën. With other friends, we also registered Ukrainian Kosovo Association, Me Bridges of Friendship, shoqërinë because we time want to gjithashtu build kemi these bridges of regjistruar friendship between two organizat countries. ukrainase Through në the culture, Kosovë. through the history, through the Të integration, flasim për sharing, kulturën, exchanging eksperiencën, programet traditions. So we këmbimore, organize sometimes traditat. Ukrainian events. Ne organizojmë nga njëherë dhe Albanian dance organizata and how to ukrainase, sing mësojmë Albanian se si songs, të like integrate to culture of valle country which shqiptare hosts us and të tell about integrojmë our native kultura. culture. So I don't choose to live in fear. Unë nuk dua të I'm vendos të looking jetoj në forward to frikë. future and I'm sure that this future is bright. Jam e And sigurt që I would like to e ardhmja fight for është e this ndritshme dhe dua të luftoj don't për stay të at point and ardhmen. afraid. How do you explain to, for example, Nazar, at his age, what is happening in Ukraine? Po pyes Tanjen, si ja shpjegon djalit të saj në moshën që ka situatën dhe se çka po ndodh me Ukrainën? Do you know, war started in 2014, this year when my son was born. So he's from his day of birth, his child of the Prej war. lindjes së And tij, ai we used to live është on një Odessa fëmijë region. në periudhë të So luftës. also, how to explain? Okay, he was born in the year when war started. Ai And lindi në many vitin kur children filloi from the lufta beginning, dhe they shumë know fëmijë prej what is war. fëmijërimit ata e They dinë are se çka adults është even in lufta. 6 years Janë old. të rritur edhe They prej know moshës how to 6 defend vjeçare. E dinë themselves. se si ta And mbrojnë it's very vetveten. sad that Dhe është young një people, gjë shumë e they know pikuar. where they should hide when they Ata hear e dinë drones. se ku duhet They have these bags, they know what to pack in these bags and where to run. How protect, how defend their beloved people when they are in danger.
And that's not a life that any child, any person should live. Nazar, çka po të pëlqen Kosovë ma shumë? A ki naj ushqim të preferum që ti e ke provu deri qëtash? Po. Qka ashtu? Burek me mish. Burek me mish. A i ke tregu mamit për burekun me mish, që është shumë i mirë. Po gatun mami, diqka? Nga këto bureku me mish, jo? Jo. Have you tried any of our We like this traditional food, yes. Na pëlqen ushqimi tradicional. Pliskavica. Yes. Okay. He likes meat so much. Yes. I prefer salads and vegetables. And I think for me, boronitsa juice, it's the most delicious drink that I tried before. And what have you seen till today in Kosovo? Have you been somewhere have you made new friends? Visited any cities? Which one has your eye more like for, okay, I want to live there one day when everything gets over? Because I truly believe or think that maybe you might still want to live in Kosovo one day after the war is end. Po thoja për Tanjen që e pyeta më shumë ku ke lëvizur gjatë kësaj kohet, ka kapsyrin do një vend bukur që të doje të jetojë në të ardhmen, edhe ndoshta mund t'jem gabim, po edhe kur të përfundoj lufta, mendoj se mund të vazhdoni jetën në Kosovë. Do you know, for me, the most wondering was that in the capital city of country, on the main square, you can see huge poster Free Ukraine. So, do you know, like, to the bottom of my heart, I was impressed. And we love Pristina, and every time discover new ways, because we are living in the center, and I understand that there is the old part of city, new part, and I like just walk down the streets and find some interesting places. We like old cafes so you are going inside like to museum with traditional old things. You can hear old music. You know, I like Albanian music. When you hear I think it's in your blood, and we also now have this Albanian music. And we are very active. We from Ukraine. We are tourists, so we like not now. Yes, we like to go hiking to mountains. Oh my God, landscapes here are amazing, fantastic, really. And it's very good and interesting. Also, recently we visited Prizren. Of course, it was very bad weather, stormy, but so interesting city. We went to the castle, to the top of mountain. It was very, very interesting. Nazar, muzika, sporti, çka ke ma shumë që të pëlqen? Sporti. Sporti. Cili? Futbol, basketbol? Futbol, basketbol, krejt. Futbol, basketbol. Të dyjat, a lunë do njënën, a veç i she? Basketbolin vetë, luj për vetën, dhe në futbol shkoj në akademi. Edhe në futbol shkoj në akademi. A kina i lojtarët preferum? Ronaldinho. Ronaldinho, në, të vjetrin, jo tri, ose zakonisht gjeneratat e reja thonë me këtë Ronaldon, po. Të Kosovën, a i ke pa ndo i ndeshje? A i ke pa në i loj? Të Kosovës? Po, shumë kam pa lojë. Okay, bukur shumë. Your style is amazing. Flokti ke shumë veçantë. Faleminderit. Po duket që edhe mami ta ka influencu pak këtë me qenë veçantë. Okay, s'po të ngacmoj më shumë. Tanja, at the end, because we are about to close it now, the time for the interview, and I would like you to have a message sharing to our audience, Albanian people, but mostly your people back there. For local people, I would like to say great thanks, because we feel that now Kosovo is our second home. Now we found not even
only safety heaven, but good friends, great experience. And I understand that, as you told, it was right decision to be here. I feel that I'm in right place in right time. And I would like to do the best what I can do for this country also. So great thanks from bottom of my heart to all your hearts that are very, very big. In this country, people here are amazing, and food endless. And everything, Yes. Thank you for being here. Faleminderit që je këtu. Faleminderit Nazar. Do të vesh apet? Ndoshta. Ndoshta, pse? Unë djeve në siklet, a ke pas intervjist ma herët, jo? E kjo e para, e bojmë edhe të dytën. Vina akademi me të përcjellë se qysh po lumë futbol. Okej? Faleminderit shumë miq, po e përmbyll edhe këtu takimin e sotëm me prezencën e Tanjës edhe të Nazarit, po duke ju lënë edhe me Arbrin për një këngë për fund.